Mësimdhënësit në Kosovë kanë dështuar në ofrimin e mësimdhënies adekuate për nxënësit, të cilët do t'i nënshtrohen testit PISA si vjet. Kështu deklaroi në një tryezë diskutimi për PISA Ministri e Arsimit Arberie Nagafci. Rreth 35% të nxënësve kanë raportuar se mësimdhënësit nuk kanë treguar interes për të mësuarit e secilit nxënës. Ajo foli edhe për përgatitjet që ministria që ajo e udhëheq po bën për testin e ardhshëm PISA. Kemi filluar për herë të parë procesin e rishikimit të teksteve mësimore, siç e dini tashmë janë rishikuar tekstet mësimore të gjuhës shqipe dhe të matematikës dhe jemi në proces të rishikimit të teksteve tjera për të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 12. Testi i PISA-s këtë vit do të zhvillohet online mes 17 marsit dhe 9 majit dhe nxënësit do të kenë mundësinë që të marrin rezultatet e tyre në mënyrë individuale. Njërisisë që pritet i shtohet PISA-s këtë vit është edhe të mësuarit në botën digjitale. Ky vlerësim do të masë si nxënësit përdorin teknologjinë për të mësuar. Gjatë konferencës gjithashtu u theksua edhe nevoja për përmirësime në disa fusha të ndryshme. Kosova ka nevojë për përmirësime shumë të mëdha në matematikë, shkencë dhe lexim. Kjo është e qartë, vërehet një lloj boshllëku në sistemin arsimor. Në testin e fundit në vitin 2023, Kosova u rendit ndër vendet e fundit.